لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, në këtë ambient të Ramazanit, në ditët dhe netët e Ramazanit, besimtari është shumë i kujdesshëm që ta shfrytëzoj kohën e Ramazanit. Dhe këtë përgatitje që e ka bërë besimtari për Ramazan, e bën për çdo vit. Çdo herë kur ja mundson Zoti me jetësue Ramazanin. E bën çdo vit këtë përgatitje për shkak se e kupton se Ramazani është një moment, është një stacion, është një shkollë në të cilën besimtari i përfiton do vlera që janë të nevojshme për jetën e tij, ama që nuk mundet me i përfitue jashtë Ramazanit. Mundohet gjithashtu besimtari ta ngrit nivelin e vetdijes së tij në Ramazan, që të jetë Ramazani një moment i ndryshimit për të ardhmen e tij. Gjithashtu me shpresë dhe vullnet në faljen e mëkateve dhe në rahmetin e Allahu xhalla xhelaluhu. Mirë po, janë disa gjëra të cilat janë pengesë ndoshta për me arritë tek shpërblimi i madh i agjërimit. Ose thonë më lehtë dhe më qartë, janë disa hajdut të cilët dojnë me ta vjedh ty Ramazanin. Dojnë me ta vjedh shpërblimin e Ramazanit. Njëri prej atyre që don me ta vjedh ty Ramazanin është nefsi jote. Pse? Po vazhdimisht përshpëri ty edhe thot, hajde se ka vakt halo. Ramazan po ka vakt halo. Hajde se sot je lodh shumë. Hajde se i ri je halo. Halo mund me prit Ramazan atjerë, ka Ramazan atjerë. Dhe nefsi ka qef që ti mos më kon nivelin e duhur në shfrytëzimin e Ramazanit. Në shfrytëzimin e netëve dhe ditëve të Ramazanit. Një tjetër i cili don me ta vjedh ty Ramazanin është shoku i keq, i cili ty e vazhdimisht bëhet pengesë
Por ti ndoshta rujna Zot edhe mos me linue. Po ndoshta edhe mos me shku në xhami. Edhe mos me gjallnue natën e Ramazanit me ibadet e me adhurim. Vazhdimisht flet tyje fjalë të kota kur rrim me ta. Vazhdimisht me na përgojt dikan, shpif ndaj dikujt, rran për dikan. Bën fjalë filani kështu, filani fiseki kështu. Ndonë tyje që kështë shoku i keq me ta vjedhë Ramazanin tyje, mos me t'lon me shpëzuhet ti që shdohet. Ose të thot hajtë se bol keni nuë ditën, shka lipti me shku në gjamin në akshon nazar ke natën. Hajde pime i kafe, hajde rrim, hajde shkëm në ato klubet e natës, ta shti nuk i agjeru shumë, bol ditën e kështë shpëzue. Edhe natën po do në më bo kaqë muslimani mira, do në është shok i keq, i cili dënë me ta prishti, me ta vjedhë që të Ramazanin që ti jetue, të e ndërtuën të ditë dhe të netë. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndëruar vëllezër ka tërheq vërejtjen. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme për jetën tonë, po sidomos për rinin tonë dhe për fëmijët e tonë, me pas shumë kujdes me ka po shoshnosh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë al-mar'u ala dini khalili. Ka thonë njeri është në fenë e shokit vetë. Në moralin e shokit vetë, në edukatën e shokit vetë, në besimin e shokit vetë, po edhe nivelli i ibadetit e adhurimit mund me radhë me më koni shokit tanë. Ka thonë letë shqoj se kanë po e shëtna. Një rjeti hajdutve që donë ty me ta vjedhë Ramazanin, është janë edhe mediumet, edhe programet televizive. Elhamdulillah, do në avancimi i teknologjisë dhe i përdorimit të këtyre mjetëve të teknologjisë, na ka lecu neve shumë jetën. Po ti edhe fetarisht sa njeri ka ndodhë dhe udhëzimin e ka marrë prej mësimeve që janë shpërndane për jetët sociale. Po sa preokupime njerëzit i kanë edhe përmes këtyre mjeteve, arrin deri tek përgjigja, arrin deri tek zgjidhja e problemit. Qoftë e pyet një hoxh, qoftë do thotë me e gjon një këshill që ty është shumë të përshtatët, mirë po mos ta harrojmë se rrjetet sociale dhe mediumet dhe programet televizive janë shpat me dyte. Sikur ajo miza për cilën ka thënë pejgamberi e ka një krah helmus e një krah shërus. Edhe këto rrjete që ne i përdorim sot mund me qenë shumë helmuse, po mund me qenë edhe shumë profitabile, shumë të dobishme për jetën tane, edhe për dunja dhe për ahiret, varësisht se si i përdor ato. Andaj do të thotë përdorimi i tepërt, i panevojshëm i këtyre rrjeteve të internetit ta vjedhin tyje Ramazanin. Jo veç ta vjedhin Ramazanin, amo këto të nderuar vëllezër i kanë helmu edhe zemrat tona, edhe shpirtat tonë. Sa njerëz ka të cilët kanë koncept të gabun për Islamin dhe nuk e njohin fenë, sepse ja u ka mbulu e pluhni i propagandave mediatike. E ndëgjon një lajm mule, kështu ku ka feja. E ndëgjon një propagandë edhe ndërton do një perceptim të fesë, një koncept të fesë në basë atyre që i ka mbue, pa e ditë hiç ka pivin ato. Andaj do të thotë përdorimi i rrjeteve sociale në Ramazan duhet të paksohet përveç në gjëra të mira dhe të dobishme, se ta vjedhin kohën, ta vjedhin Ramazanin. Njëna prej atyre që ta vjedh tyje, njëni prej atyre që ta vjedh Ramazanin gjithashtu, është edhe neglizhenca dhe përtacia jote. Dhe me lëku,
E dim që Ramazani, agjërimi ka lodhje, edhe namazet natën kanë lodhje, mirë po, por njerëzit që synojnë dhe kanë ambicje të larta, lodhja dhe përtasia nuk më duhet të jetë pjesë e jetës tina. Sikur njerëzit që kanë përpara sezonet e tyre dhe kanë përpara momentet e rëndësishme të jetës, që dojnë me shfrytëzue maksimum në qato momente, në qato kohë, në qato ditë që është sezon, ose është një moment i rëndësishëm i përfitimit, ai i cili mirët prej biznesmenave, prej njerëzve të pasur, ai i cili ka përfitim të madh këtë sezon, ai takime nevoje pa nevojë nuk ban. Nuk ka takime të pa nevojshme tek ai. Ai e shton do të thotë vrullin e punës edhe ma shumë aktivitete. Ai pakson nga orët e gjumit. Ai edhe lodhet shumë në qato ditë. Ai gjithashtu kem dëgju raste që edhe marrin hapa dhe përdorin medikamente për me paksu gjumin, mos me thonë gjumi, sepse është moment i rëndësishëm për ta. Është moment shumë i rëndësishëm. E andaj, Ramazani është shumë moment i rëndësishëm për ne. I ngritjes të shpirtit tonë dhe të zemrave tona. Andaj nuk bën të ndërrojë që një përtasi apo një lodhje e thjesht me na qit prej rrenit ke. Ose një 2-3 ditë, 3-4 ditë e para, me një elan, me një vullnet, e pastaj tu ra, tu pakue, e tu hi përtasia, tu hi dhe me lëku. Dhe njëna prej atyre që ja vjedhë Ramazanin besimtarit është edhe përtecia, edhe përtacia. Po është gjura ta vjedhë Ramazanin. Mundohu sa ma pak me folë në Ramazan. Ose folë mirë, ose hesh. Mos jemi në kategorinë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndodhë që agjërusi mos përfitoj nga agjërimi përveç se etjen edhe urinë rujnë azëm. Përveç se etjen edhe urinë, pse nuk e runë gjuhën e vetë, nuk e runë gojën e vetë hiqë, nuk ka kapak goja e ti në Ramazan, a e shanë filanin, a e fynë filanin, a e përgojen fisetin, a e përgojen atë tjetërin, do nuk ka kapak gjuha. Andaj që shagjeron me trupin tanë, me stomakun tanë, agjëra do të thot edhe me gjuhën tane, agjëra edhe me veshin tanë, edhe me durët e tua, komplet t'jesh agjërushëm për me mrije atë që Zoti na ka premtue për i shpërdrimit të agjërimit. Dhe një hajdut që është shumë aktiv në kohën tonë të modernizimit, jo vetëm edhe në Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit, është përdorimi i tepruar i telefonave të gjetit. Pasha Zotin, sa e përdormi na telefonin, sa e majmë dorë telefonin, nevoje pa nevoje, sa e majmë dorë telefonin na, me majtë Kur'anin, po ku me ditë ku kishme më rrije. Po sa e argjojmë kohën në telefon, do në të shpletue do dhe aplikacione ndryshme, pa nevoj që qatë biset, që qatë fotografi, që qatë atë personin që ka dalë atje, pas ka shtu ka. Sa e argjojmë gjanat, për mes telefonin në gjanat pa nevojshme, me përmend Allahun Gjelle Gjelalu mu qatë shumë, ishtë me bo prej atyre që në mas shumë tje përmend Allahun. Ishte përmend të ka Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj të nërrua vëzër, ne janë një hudud, një kufir, këtyre gjanave në Ramazan, përdori vetëm atë kur je i nevojshëm për to, e jo do të të me humë kohën këtë e këtë në për të gjana, sepse këto të vjedhin tyje Ramazanin, të vjedhin ty shpërblimin e Ramazanit. Po hërës po kam shka me bo hajtë të marrë telefonin dorë. Që pe priti iftarin edhe një orë ka iftari, jam të pëshue telefonin dorë. Bë dhikër, përmende Allahu Gjelle Gjelalu. Bë lutje të ka Allahu Gjelle Gjelalu. Lutja para iftarit është të pranume.
Heq mos bash kur gjatë, që u puna pak të shtëpia jote. Në maj familjes tane, në përgatitjen e iftarit, në pastrimin e shtëpisë, angazhoje vetën, mos i jep hapësirë vetës tane që më thonë s'po kam shka me bue ta marr telefonin edhe të shletoj. Rrjetet e ndryshme sociale, Facebook, Instagram, gjana tjera që janë. Allahu në lusmi që na bëj për atyre që shfrytëzojmë Ramazanin të ndërë vëllezër. Të kujdesemi nga hajdutët që na vjedhin neve Ramazanin, na vjedhin shpërblimin. Allahu xhalla xhelalu për Ramazanin ka thënë ayyaman ma'dudat, ditë të numëruar. Ditë të numëruar. Andaj mas një muje më nuk kime pas Ramazan. Mo kimu kone lirë. Po shfrytëzoj këto momente që Allahu xhalla xhelalu i ka dhënë kaq prioritet kohës në Ramazan. Elusmi Allahu xhalla xhelalu që të na bëj për atyre që e shfrytëzojmë, na i pranon Zoti lutjet tona, adhurimet tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.